Vendosni një lëvore bananeje në frigorifer dhe zgjidhni një problem që e shqetëson gjatë gjithë jetës shëndetin tuaj. Për shumë njerëz, dhimbjet e kokës janë një vështirësi me të cilën përballemi çdo ditë. Edhe pse ka shumë ilaçe për këtë dhimbje, ekziston një e thjeshtë, e cila me siguri mund ta keni në shtëpinë tuaj. E gjitha që nevojitet është një banane dhe ta ndajmë lëvoren nga tuli brenda. Ndjeva dhimbjet e kokës të forta që më zgjuan pa arsye dhe nuk doja të helmohesha me ilaçe që nuk kishin zgjidhje dhe më irritonin stomakun, citoi ekspertja. Ndaj, kujtova këshillen e mjekut të cilët më promovoi edhe një hile me lëvoren e bananes. Unë e konsumova bananen, tulin e brendshëm dhe lëvoren e saj nuk e hodha, por e lash në frigorifer për 15 minuta dhe më pas u shtriva në shtrat. E vendosa rehat kokën në jastëk dhe vendosa lëvoren e bananes përmbi ballë. Koraja e ftohtë e bananes mund të lehtësojë pulset e shpeshta të dhimbjeve të kokës, por nëse gjendja është kritike, adresojeni tek mjeku.